Një mjek popullor, Fadel Fejzullahu, i cili shëron shumë sëmundje. Pi bjen gati 7 vjet që jam kthy pi Zvicrës edhe mirëna me barnat mjekësisë popullore. Për çka shërbejnë këto pi? Vallai këto për këtë smundjet. Unë kam thonë mediume tjera të secila shërim veç Zoti i madh ai atjeral, neve na ka bë sebe. E shohin që kerën tem as 500 euro si. Unë ja kum po hajrin që tash se kjo peç që kum çel çet lokalin, stupi baj 5 vjet. 5 vjet pas një ditë pushim. Pas shumë të kërkesa apo ka për luksin. Për luksin. Po, që çdo është jetë pa Mos rast ku të kanë thonë ta kanë kthy laçin apo u mashtrove se s'u ngriti punë. Po, ka pas asnjë rast. Po sa ta ka përcel progën e derës, mo se të hupi syve. Ja. Përshëndetje miqtë të mediumi shqiptar që kret nga ona Adea. Sot kom marrë në Ferizaj tek një mjek popullor, Fadel Fejzullahu, i cili shëron shumë sëmundje. Mirë po sa jep garancion për sëmundje që ai shëron, do ta kuptojmë së bashku. Na ndeshni. Ai lodh zotri Fadel. Çe ka pa. Ti që shije, a mujte, a mund erdhët? Erdhëm ka dole, era shumë e mirë po vjen këto. Faleminderit. Ku jena, çka janë këto? Këtu gjendeni në lokalin Paloja Bioprodukte në Ferizaj, rruga Dëshmorët e Kombit, 105, para komunës. Para komunës. E pse ke kaq e mirë? Çka bën Fadili? Jo njeni si mjek popullor apo? Po. Na rruga pak punën tonë. Unë mirëna që pi bjen gati 7 vjet që jam kthy pi Zvicrës edhe mirëna me mjekësi popullore, me barnat mjekësisë popullore. Tash e kam fillu unë këta. Njëherë në Zvicër kom pas fillu si hobi, se atje në Zvicër kom pas një tjetër profesion, nuk ka lidhje me këta, po si hobi e kom ushtru atje, e atje me hap diçka si këtu në nuk e ka vlet se ka plot atje, jam kthyt në vendlinjën teme, se vendlinja ime, komunës Shtërpsës, lagja Paloj që quhet atje tash e quaj fshat, është një fshat, po se donë që do të bim pi më të mirave mjekësisë popullore. Për çka shërbejnë këto pi? Vallai këto për këtë smundjet. Këtë smundjet, për thamë me karta qelë për këtë smundjet. Për këtë smundjet. A kancerin, që ta shumë të kancerin, se dina që krejt e konsiderojnë smundje matrone, dhe faktikisht është smundja më erone. Smundja e pa më shërshme, që i ka prek çdo dytin o të prek edhe mu më brengos kjo se shka puna kjo. Pika e ka prej ardhen. Atë pika e ka burimin në vërtet. A ka shërim? Shërim, aty në është problematik. Unë e kom thonë mediume tjera të secila shërim veç Zoti i madh ai atje lart, po une e ato tjerë që mirën me se si farë bim mjekësisë popullore që ai ka kriju jo na. Neve na ka bo sebeb. Neve na ka bo sebeb me bo seriozitetin, me bo kombinimet, me bo ata që ka është e mundur në radhë parve para ndalu, pastaj me fillu kashërimi. Kashërimi unë nuk e kam asnjë rast që është rupi kancerit, se kam. Me ndihmu, po. Me ndihmu, po. Unë tash para do ditëve në Gjermani që e përshëndes një pikë të ujit, para 3-4 dite, më ka thirrë aty me telefon, e ka porositën terapinë e dytë, që personi është super. E cili është ajo është një kombinacion i madh, valla, ajo është një terapi kogje e madhe. Se unë e kam edhe një shërup që i për shembull për mushkëri, mujna me kap një shërup. Po, që dalim se ka dalë. Që kjo është për shembull ta zonë të kanceri, i mushkërive, po. Ta e kanë përdorur këtu 3 që ju kanë imu. Jo që e ka shëru. Por me shëru, po, se për thamë këti orë. Me bo me shëru, ata bona unë i pari këtu, edhe i kam një disa hyja, po den. Po jam të mru. Çmimin e pas ka 37,50 €. 37 €. A është mjaftueshme për ty? Nuk është mjaftueshme, do më thonë ai, unë nuk kom marrë këtu numrin kur e kom qetë që të lokalin këtu, o desh me mod vetin mirë edhe me qitën peshore, apo hen për materializim, për përfitime, më bo me vozit kërë luksuzit, 100.000 euro me ble banesa, shpija, sot na e banëm një histori me një tjetër dika, e shohin që kërën tem as 500 euro si ka. A kësyn e këtë pjesën e financave? A kësyn e pjesën e financave? Pjesën e financave në këshyri vetë se këta, dorë me qira e kam lokalin, tatimet shtetit ja paguj, këto shpenzime duhet mi mbulu këtone.
Tash, kur dalë une me vetur, lokalin e Msheli, duhesh me shku me gjetën në atë venin, që thash të produktet e mia janë lokale, janë domethënë 35 km larg për këtë ujtë. Nuk i mbledhi kudo, se kam edhe vrejtje, për shembull, për shumëve që po thonë, ky nuk po bashkëpunon, mu bo si pikë grumbulluese me mbledh. Po jam si edhe veseseli, nuk muj mi e marrë unë produktin qofse i kam ledhë dikun në për hendeqe ku ka pa pastërti, si jam kritiku si madhe i ambientit që e gjujnë ambientin kudo, unë aty zgudzoj edhe nuk i marrë. Jo më me falë, po edhe me thonë që po t'japën pare mere, unë nuk i marrë ata. Do më thonë unë shkoj me dorë teme, shkoj im ledhe atje që jam 100% i sigurt, çka thash, unë për veti mendoj që e baj që ashtu që shka thonë Perenia. Do më thonë e kam atë kontrolin. Shka e të po, ja e ban 100%, ja s'dosh me bo. Nësa kuptova e bën edhe me zemër, këtë punë nuk e këqyre shpesën e financa. Mirë, po aja ke pojrin sa do pak, kësaj punës, ke konsiderat të Unë ja kum pojrin që tash, se kjo pejt që kum qilë që të lokalin, stupi baj 5 vjetë. 5 vjetë pas një ditë pushim. As një ditë halal i kufta, se kjo, a peshet që kjo? Që kjo është këtë duhet me qitë që ta shren e ren, me qitë se qështu janë ato farë. E sa kohë të merë me përpunu, i laqin për ta? Merë se çka thash, duhesh me mshel t'i lokalit, duhesh me prit kohën, për shembull sto frutat, kjo pi frutave malore. Njoni pi tyne është shtogi, është arania, është boronica. Po edhe desha më t'i kallzoj. Po dhe se se këto për çata dhe si kallzoj këtë se dikush qet më shumë që ja prish atë varë. Se le të përgatit lirisht e shtëpia nuk hi me fshefësinë ato. Unë për shembull edhe këto kur i punoj nuk i baj dezinformim, ose për shembull dikush thotë kam produkte, kam oferta pi Shqipërisë ose vendeve por du më të apru se e kam që ka shlirë shka po mënuash, po e ka griz, di që ka shtinta, por që ata se marë. Përveç tash për kancer, folja. Folëm, lirisht më me folja, ja. Cilat smundje tjera? Po kam këshore, për në kohë të sotit që ka tash, edhe të lukthi është problematik, që tash unë e kam shqetësimit e kjo, ja, lukthi dhe të kalzohet që o të mungu aja, të lukthi është pa e këshirë. Mas shumë të kërkesa po ka për? Për lukthi. Për lukthi. Po, që do është jetë pa visht të këshirë me kosht një ora që më kose më ka me këto, të lukthi që të ne. Që kjo farë ekstra që është, po që to, që ke ko veni këto, përse që është thotë se ka shku këj. Po, çdo i dyti ka problem. Me oreks, me mbipesh, për që dish na si shoqëri shqiptarë të Kosovës, jemi ka, po, na nuk kemi pasën problem para 30-35 vjetëve me pesh, o konë një temë që so përmen kudo, se jemi konë ketë fit. Tash zarë janë të hongër me fast food, a shpet edhe vinë ku vinë të une. Po, edhe janë me mbipesh katastrofale 20, 25, 30, 40. Po, e morin ata. Ajo të na është qaj që kjo fare ekstra është për hemoroide, helikobaktere, escheriakol, të zura e trash, janë të sene, të ose të fryri, atë këtë po. Gjitha këtu rezultate kanë. Përveç për kancer që nuk garantova, të tirat kanë rezultate. Kanë rezultate, po, vëlla. Dhimbjet në veshkët e tjera. Kam edhe këtë rastin që më bënë një pyetje pak ma herët, për punë të veshkave. Ose për punë prostatës, që e bëhet ata të Zvicrës. Aja erë dhe murë për prostatë, po s'm ka kallzu për veshka që e ka gurin veshka. S'm ka kallzu se e ka marrë për qëta, po për veshka ka nër mjek të Zvicrës atje. E stash kur e ka marrë, ka shku në zdi kur gjohë për ta. E ka pi, kur e ka pi, ja ka nëzirë edhe gurin. U shëru, me sa të rane, ka i këtë gure. Po, dhe e ka marrë për tjetër, qka i ka dojnë? Po, tash mjeku kur e ka shtinë në kontrol, e ka kontrolu disa herë dhe i ka thonën, po mjetë që dia, është e mundur mos më kënë guri këtu, qka u po? Po të nën i ka shku ndërmen edhe e ka vetë. Me qenë si përmende mjekët. A mendon që mjekësia e din që ilaqet bimore të shërojnë, po nuk e propozojnë të paciente? Pse? Ata e din, është faktike që e din. E pse, aty se di. Aty i kanë ato arsye të vetë. Ata banë nga ki, po nuk e di. Më të me qenë tek fitime? Banë, materializimi është aktuel në këtë botën. Por unë s'jam i asoj kategorie. Më konë i asoj kategorie, atëherë të na je i pa shpirt. Atëherë këshirë veç është në gjendje të keqe, pacienti, klienti, kushtet, kur vinë këtu të une edhe i pytim, me të vërtet i pytit bajlëshime, po s'muj
s'muj për shembull edhe nashta në rast zoti na ruaj s'm ka ndodhur dhe tash, po duhesh me qelë edhe zemrën, dikush është në gjendje që s'ka mjete, s'bëhet nomi pse më ia dhon një terapi falas. Po s'm ka ndodhur, nuk më ka ndodhur. Po, unë i këshiria i kam parasysh se çka tash ditën e parë kur e kum qenë lokale i kum bë këtë se ne i kum paramendu, i kum menu një herë mirë, që mujnë mendu dhe këto, ose ka për shemë rast, dhe thot, s'kum qëllu t'i bi tjetër herë, si s'jam rrinë, ka për shemë Po, me qenë se këto keq ka vinin hallegji. Po, valla qashtu, edhe penzionerat për shemë, ku vinë ose edhe tjerët atë, edhe kështu me radhë. Jem të i këshyrë që apo shkrum këtu. Dajt, banë pyetje shka ta me Armenia, po. Radhiqe rënje. Special, prostatave. Ta e këshyru? Tha, t'lukëthet tha e Lukthit, matë kërkumin, po, të në qka kam për shemë infekcione urinare. Që kjo është shumë e mirë, kam të në për veshka. E kjo i ilaç lëkure, për çka? Ilaç lëkure, që kjo më ka me në gjysë, që ta e këshirëmi, që ta. Kjo më rush me mojë që ta në shishe, ilaç lëkurës, muj me kalzuone me shfarsene. Po, kjo është psorioza në kohë se di flukëve, zbukthit, lëkurës. Edhe lëkurës, çdo rrethim të lëkurës është shumë i mirë. Edhe ky ka dhënë efekt. Kam unë foto muj më t'i kallzu, ama jo i bë publike se janë në vjet, atë vjet 2-13 vjeçare. Si bojnë ato, se ato unë vetë çashtu. Që më deshte më bë çat pyetje, na ka pas efekt? Ka pas efekt apo den. Po se kjo kur vjen pacienti për herën e dytë ose herën e tretë ose herën e 5-6 herë apo den, ato e vetë s'ki nevojë ti më thonë auto të bëj hajse, o ti bëj hajër, ti bësh. A ke pas rast ku të kanë thonë ta kanë kthy ilaçin apo të kanë fajsuar në farforme o mashtrove se s'm kryti punë? Po, ka pas asnjë raste që ti po ma bën për herë të parë që të pyetje këto tjera që më kanë bërë, po ndoshta. Është mirë se mediumet janë për çet punë, gazetarët janë për çet punë. Na që jemi tu punu, jemi na për biznese, nuk do të më arë në zetë, pse një gazetare i ban do pyetje, edhe ju duket aty në që kjo s'është për me bo. Duhet me bo, po të me kallëzu realitetin. Na duhet veç të vërtetë me qitë. Konvenan përgjigjesh, konvenan. Edhe mu m'ka ndodhë, për shembull, kur e kam marrë për kancer, edhe ndërkohë, me gjithë edhe një shokje jemi në Zvicër e ka marrë për gruan e vetë, ndjerën që nuk i ka kry punë, po ka arë momentet e fundit, kur spitali i Cyrit i ka thonë quhet e shtëpia se na smuj ma tutje. Tani ke kujtute. Po, jo, të na ata me shokë, me ase ka thonë Fadili i ka qelë që të sene tu, mullu shkojmë t'i mormi, ata mos pinimon momentet e fundit. E i ka morë nuk o kursyt e parët, se ka pas grue, po teri ka shku, teri ka mri atje, kur më thirë, Fadil, po gruja asu një han, asu një pin, po për çfarë i ke borë? E vëdin, të ilaç që duhesh me mishtin qarkullim me mujtën pak pja morë, onën. Po e s'ka mujt hiç, se akon faza e fundit. Mas 1 javë, 2 javë ka vdek. Tash, që thua ti, kur ka ndrujet, më falë që e thash këtë fjallë. Po, që thash, te banat që ka me bok, që kam rast edhe këtu. Për shembull pacientin ndron jetë, ta mujt i kthej. S'shkon ajo. Ose me ndodh për shembull pe kthej, ami paret. Po, se ka përdorur si ka kry punë. Ja ka paret. Ja, s'shkon ashtu. Nuk shkon dhe? Nuk shkon. Unë e kom pas shkruar këtu, po janë kon 2 ndeshje që ma kanë thyer lokalen me vetura, e janë kon shkruar që po sa ta ka përcel progën e derës, mo se tu hupi syve. Ja. Unë që tash pja abdi ku na e ka provu i ka dioksin tith. E zdash unë mja kthy me ardh, mja shit tjetës, shkon ajo të unë, janë do strikte. A i shet, po, atë në regulatua. A i shet arsysh me shpimet edhe a mendon me i rrit, tu e po faktin që kanë rezultate. Që aty sa bukur ma bonet e shmimit, se thash unë më tikujem po në Zvicër, me gjithë edhe Zvicër o të bosi këtu, shmimet nuk luhën ore dake, mu më shkojnë për nerva. Se do mos marketet e këtu ujtë, shkon para dite e blen një produkt, o konë lem. Shkon ka gjusa ditës në vyllë se mu hargjetaj, veç e ka këthy. Me nuk i 3 herë në ditë e nërojnë një qmim. A onë men kjo, kësë është kërkur, pashta në zatë shumë bukur ma në dzere që t'jallë. Unë e pej 2018, kush ka incizim që të lëti këshyrë nuk i këndru qmimet. Prej 2018 si kishë? 2018. As nuk me ndër me ndru? Për shemë, nashta naj një që duhet me këshyrë, për shemë, nashta naj një që otum për një diçka që e shoh, po ju hiç, absolutisht. Jo, se në Kosovë jena mos i ndra. Qëre kjo pa 50 cent 30 euro ka. Po, qashtu? Mja hyp ma shumë. Ja. Kushtohen tane. Ja, kjo është, për shembull, pse është që ka, se unë kam 27, kam 23, 29. 29 një muj ditë, që kjo 21 ditë, a e tjetra për 10 ditë,
i kom qitë në peshore, mirë ato llogaritje mija, a është çmimi korrekt, a mos jam të randu pacientin ose klientin. Po ti me pas mundësi ose me pas hina një rastësisht këto, e me vetë, ti bacit për shkru 29.50, apo ta shetë qështua, s'mund me ndohë kjo kur. Të une kjo në shohët të poshtë. Gjitha respektoj, jo së kurto, kur shkojnë në për markete, shkru në kështu, gjitha të kasa paguj ma shtrejt. Nështë për të këroj pa oqa është to. Që ashtu është, qëra telefoni po të bëm për Po t'ini më klienta. po thirë, ndasht, hajtë Ajde, s'pe zgosi ma shumë. Po, undalë, po, hitë s'ka vojnë. Ma shumë s'po të marku. Ani. Nëse do në diçka me shtu të qka one, Jo, faleminderit shumë për vizitën, ashtë ajo, po, faleminderit. Me neve dhe nga tregove për punën që e bërë. Që ju falenderoj shumë, ju falenderoj, jeni të mirë së orë dhe herave tjera, më në pyetje për 365 shkollë. Kismetu në këmë ordë, për vejtë me mordë diçka. Falenderoj shumë, respekt edhe për juve, faleminderit.